Gjimnazi Bedri Pejani është një ndër shkollat e mesme më të njohura në Pejë. Ajo mban emrin Bedri Pejani duke nderuar një figurë të shquar historike shqiptare. Gjithashtu ajo është e njohur për traditën në arsim dhe për përgatitjen e lartë cilësore të nxënësve. Si shkon një ditë në gjimnazin e juaj? Po në gjimnaz ditët janë të veçanta dhe ndryshe për njëra tjetrës. Gjimnazi së pari ka natyrën e bukur, është i rrethuar nga gjelbërimi, bjeshk, këto arja është i pastër, dhe ngjyra kaltër të manteleve të nxënësve i jep edhe hishin më të madhe, më pas numri nxënësve është shumë i madh. Komunikimi mes nxënësve është i hatashëm. Cila është e veçanta e shkollës suaj? Unë për minimin tam në vonin në këtë gjimnaz do më thonë, mendoj që nxënësi i zakonshëm mund të krijojë shumë të vonë kujtime. Vonë gjimnazi mund të më quhet shumë nalt do thonë, në nivele të larta dhe në fakultete të ndryshme. Por gjithashtu mendoj se ky gjimnaz është do më thonë i zhvilluar do në aspekte të ndryshme, si ka ona profesorave, ka ona e disiplinës edhe në aspekte të tjera. Pas 3 viteve në këtë gjimnaz, çka do të mungoj më së shumti? 3 vite eksperiencë kanë qenë shumë knatësi për mua, do të më mungojnë shumë miqtë e mi, objekti, gjithashtu edhe profesorët që kanë qenë të shkëlqyeshëm gjatë këtyre 3 viteve. Pas përfundimit të procesit mësimor, nxënësit e gjimnazit Bedri Pejani i u bashkuan aktivitetit Gjimnaziada Peja 2026, i organizuar nga Federata e Sportit Shkollor të Kosovës. Ceremonia e hapjes u shoqërua me një defilim madhështor në qytetin e Pejës, ku nxënësit dhe ekipet përfaqësuese të shkollave u paraqitën me shumë energji, pasion dhe dinitet, duke krijuar një atmosferë festive dhe ndjenjë krenarie. Pas hapjes zyrtare në sallën sportive e Karagaq, u bë hedhja e shortit e cila përcaktoi çiftet e përballjeve mes ekipeve pjesëmarrëse. Gjimnaziada Peja 2026 ka filluar si vazhdimsi e gjimnaziadës vitit kaluam, që ka qenë shumë e suksesshme këtë vit, me kërkesën e komunës Pejës bashkëpunim me sportin shkollor të Pejës, ke vendosur me pasë drejtin e organizimit edhe për vitin 2026. Gjatë këtyre 3 ditëve, datën 15, 16 dhe 17, jem për kujdes që jemi përfshirë gjallë të 3 shkollat më të mira të Kosovës që kanë ardhur si rezultati kualifikimeve në 6 sporte ndryshme dhe në 7 regione ndryshme të Kosovës. Do të thonë janë shkollat e mesme, të cilat janë të buktur proporcionalisht 2 gjinit. Edhe femrat edhe mashkujt, sot e kem procedurën e akomodimit dhe hapjen ceremoninë e hapjes solemne. Me fillimin e garave, pritet që emocionet të shtohen edhe më shumë, ndërsa nxënësit do të synojnë rezultate sa më të mira dhe përfaqësim sa më dinjitoz të shkollave të tyre gjatë 3 ditëve të aktivitetit. Po kthehem në studio, nuk jam vetëm, tani më jam bashkangjitur edhe përfaqësuesit e gjimnazit Bedri Pejani. Do të njoftoj me një herë dhe tha mirë se erdhe drejtori të shkollës Musa Nikçi. Faleminderit shumë për kohën. Ne si tu kemi këtu në këtë fundjavë, apo mbyllim edhe neve takimet tona që i kemi çdo ditë me shikuesit. Kemi kryetarin e Unionit të Nxënësve, Elina Hysaj. Mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty që je këtu. Husaj, më fal se ta ngatrova. E disa bezdi është me ta ngatru ose emrin ose mbiemrin. Kam Zana Islamin, po ashtu nxënëse e Bedri Pejanit. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Si që ju kam këtu, ndoqëm pra një hyrje, pamje shumë të bukur edhe po i komentonin këtu në studio, u përmbyll gjithë materiali me gjimnaziadën. Cili është roli i Bedri Pejanit, drejtor në këtë aktivitet? Pari për përshëndeti përbërgëzoj komunën e Pejës që ka marrë një organizim të tillë dhe një organizim kaq të mirë për të dhënë një jeton qytetit, dhe një entuziazëm të ri, sepse qyteti ka nevojë për sportistë të tillë. Kurse në kuadër të saj gjimnazi Bedri Pejani ka marrë me grupin e nxënësve të vet, duke i përfshirë 5 nivelet e sporteve që kanë qenë këtu: sha, volleyball, ping pong, futsal. Në për të gjitha këto aktivitete kanë marrë pjesë nxënësit tonë dhe kanë arritur rezultate të kënaqshme, megjithëse
prezentat e shkollave të tjera i ka dhënë një mallësi shumë të madhe këtij organizimi dhe pothuaj që këto ditë ka qenë një festë në komunën tonë të PS me këta sportistë të nivelet të ndryshme të diversitetit kulturor që kanë përfshirë mes veti dhe masivitetit të sportit në qytetin tonë. Ishte shumë bukur t'i shohësh gjithë nxënësit e gjimnazeve edhe nga klasë të ndryshme bashkë në një aktivitet të tillë. Po kanë qenë të gjithë së bashku për ta përkrahur njëri tjetrin duke qenë shok grupeve, shok klasave dhe pothuajse kanë qenë të manifestuar në çdo aktivitet të tyre. Me që jemi për ata maturantët, po them unë, jemi në përfundim të këtij cikli shumë të bukur të tyre 3 vjeçar. Unë edhe kur po i takoj këtu në studio, po ju them, dijeni që këto do të ngelen vitet më të bukura të jetës tuaj. Bedri Pejanin, si po e gjen si cikël përgatitje, pranë përfundimit? Janë maturantët tuaj gati ti nënshtrohen testit të ardhmes? Sa e konsideroni të kënaqshëm gjithë nivelin e tyre për këto vite? Në aspektin e nxënjes qëndrojnë mirë si maturant, kështu sepse kanë 3 vite paraprake që kanë punuar në shkollë, janë të përkushtuar dhe në aspektin e rezultateve janë mirë. Tani është pothuajse fundi i tyre dhe gati që janë përgatitur për ciklin e ardhshëm që i bie horizonti i ri për të parë botën e ardhshme tek universitetet të ndryshme ku ata kanë shprehje dhe dëshirë për të shkolluar. Unë mendoj që kjo gjenerata është gjenerata e ardhshme e mirë përgatitur dhe mendojmë që do të ketë rezultate të mjaftueshme për të ardhmen dhe të nesmen që do të jenë edhe shtyllat tona të ardhshme të shtetit tonë për të na përfaqësuar. Nivelin e arritjes që kanë mirë dhe besoj që nuk do të kenë problem në rezultatet e tyre, edhe në testin e maturit që do të mbahet së shpejti në qershor dhe fill mbrapa që vinë universitetet të ndryshme për të regjistruar. Mendoj që kanë një dritare të hapur dhe të përgatitur mirë. Tani është çdo gjë në dorën tuaj, Elina dhe Zana. Ishit ju pjesë e gjimnaziadës? Mi tregoni pak emocionet, përshtypjet e juaja, si shkoi? Unë kam qenë pjesë e gjimnaziadës në vitin e parë dhe vitin e dytë, mirë po këtë vitin e tretë nuk kam marrë pjesë. Po, gjatë viteve të kaluara, domethënë ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, domethënë sepse e përfaqëson shkollën në nivelet të ndryshme sportive, unë kam qenë në volejbol. Kryesisht domethënë me shahun si mirë shumë, a? Edhe me shahun një shumë mirë, po jo nuk kam marrë pjesë. Mirë po jo, domethënë çdo herë kur kemi gara sportive ose në larmit e tjera, çdo herë jemi shumë të mirë, jemi shumë bashkëpunojmë së bashku, domethënë nxehtë me njëri tjetrin. Kështu domethënë marrim pjesë në për lojra të ndryshme, shumë mirë. Zana, si ishte për ty? Unë jam basketboliste, këtë vit ka marrë pjesë në gjimnaziat, kemi shkuar pra deri në gjysmën finale, fati nuk ishte me ne, po jemi munduar, pra kemi bashkëpunuar, atëherë edhe pra trajnerët ose profesorët e edukatës fizike kanë qenë ata shumë mbështetës për neve edhe prapë së prapë jemi të kënaqur me rezultate. E njëherë nuk do me thonë gjithmonë fitoria, është rëndësishme edhe eksperienca, kështu që mos u gënjeni me këta. Jeni të dyja maturante? Po. Dyja maturante. Pra, unë me drejtorin veç e nisa këtë temën e juaj edhe normalisht i qëndroj asaj për këto 3 vite, për pos eksperiencë të bukur, si që tha dhe drejtori, tani ju pret një diçka krejt e re, një rrugë që e determinon definitivisht të ardhmen tuaj. Jeni gati në çfarë emocionesh jeni në këtë periudhë? Unë për veti kam shumë emocione, por kur e di që e kam zgjedh fakultetin që du me shku, kur e di që domethënë jam shumë e përgatitur për atë, adim nuk e kam asnjëherë ndonjë problem që kam me shku atë. Për gjatë tyre 3 viteve, çka ke zbulu tek vetja? Sa ka ndiku gjimnazi që me ti qitën pa ty ato aftësitë e tua ose interesimin më të madh për lëndë të caktuara, për fusha të caktuara? Në gjimnaz, domethënë, nuk është gjimnazi vetëm ajo që të orienton ty vetëm në një lëndë të caktuar. Domethënë, gjimnazi është i gjithanshëm. Ti orientohesh në gjimnaz për të mësuar për të gjitha lëndët, për të gjitha larmit të ndryshme. Edhe përderisa unë kam marrë në gjimnaz, atëherë e kam ditë që do të jem e përgatitur për të gjitha lëndët e ndryshme. Edhe për këtë arsye, domethënë jam shumë e kënaqur me veten se si kam arritur deri sot, domethënë. Gjimnazi çdo herë ka japë një diçka shumë të mirë për neve si nxënësa. Çdo herë ka qenë ajo mbështetja më e madhe për ne, si nga profesorët, po ashtu edhe nxënësit me njëri tjetrin. Çdo herë kemi bashkëpunuar bashkë, edhe kjo ka bërë që ne të arrijmë sa më shumë në gjimnaz. Sana, ke pasi në lëndë që prej fillimit të ka tërheq më shumë edhe ndoshta prej aty e ke kuptu se ku do t'jetë
orientimi jëtë për të ardhmen? Po, në fakt, mund me thonë që është matematika, pasi që edhe kam zgjedhë si drejtim fushën e financave, biznesit ose marketingut, edhe duke u bazuar se gjithmonë ka pëlqyer lëndët që kërkojnë, do me thonë, me sfidu veten, mendimin kritik, ose edhe pak, ndonjëherë edhe ka kreativiteti. Kështu normalisht edhe që përmendi për përgatitin që na ka bo gjimnazi, ka qenë edhe të profesorat, sepse atë kanë qenë gjithmonë të përgatitur, ose do një pyetje që ne kemi pas, edhe gjithmonë kanë qenë, do me thonë, bashkëpunues, nuk kanë shpenzu orën vetëm duke shpjeguar teorikisht, po e kanë lënë edhe një pjesë me bo ndonjë garë me zveti, çka na ndihmon shumë neve nxënësve që me pas përqendrim edhe mu përfshi të gjithë. Edhe pra kjo diçka që më ka lënë shumë besë. Duket pra që edhe Zana edhe Elina si zë i të gjithë nxënësve të gjimnazit i kanë pas një eksperiencë shumë të mirë te Bedri Pejani. Sa është e rëndësishme për ju që tu t'jesë dhe e dim edhe nga shembujt e tjerë, pavarësisht që këta maturant e vazhdojnë ciklin e tyre të jetës, gjithmonë kthehen ose mbesin ato kontaktet. Sa është rëndësishme edhe për ju si drejtar që këto bisedat që po i përmendim vajzat, pra ju pyesin edhe juve ndonjëherë, a thua drejtor si t'ja bëjmë, si do t'jetë, edhe sa jeni ju si drejtar i kënaqur me mundësitë që universitetet u ofrojnë Brezit? Diku ka pjesa e dytë, gjysmëvitorit e dytë zakonisht kanë fshirë të këta një orientim i ri që do të jenë të përgatitur për shkollimin e më të tjeshëm. Dhe zakonisht takimit e regullët që kemë me ta së pari në të këtë orientimit. Ka do të shkojnë? Kanë arë shumë nga fakultetet vinë dhe obinë plan programet e tyre dhe silabusës se qëfar do të kenë dhe qëfar i ufrojnë shkollet e tyre, kanë një mundësit madhe që kanë mundësi dhe në shkollë, mi taku, dhe kanë informacion të mjaftueshëm se qëfar do të bëjnë në të ardhmen e tyre. Në një farë formë vetë si shkollë ju afron programet e mjaftueshme të informacionin në rreth parë se këta kanë nevojë për informacion dhe kjo nuk ju mungon. Ajo që është rëndësishme. Është ura lidhse që ju ndihmon. Dhe edhe e dyta që ajo është mbrana ndërtojnë si një lloj miti që mbrana institucionit, që ndërtojnë diçka që nuk i hekin kur nga mishi dhe trupi vet. E bartin me veti, e bartin aq mirë, sa edhe kur kryjnë gjimnazin rikthehen çdo herë në shkollë. Shumë interesant. Vinë me pa për t'i pa mësimdhancit, drejtorinë e shkollës, punët që kanë bërë aty dhe çdo herë marrin diçka një mesazh me veti. Ktu thotë kemi qenë nxënës. Shihet që bëjnë një përgatitit të mirë dhe në aspektin profesional dhe në aspektin mendor. Janë të përgatitur për sfidën e radhës. Dhe këtu gati që pothuaj asnjëherë nuk gabojnë. Numri i madh i tyre që shkojnë drejt universiteteve, asnjëherë nuk ndodh për dështuar ose për të kthyer pa e mbaruar studimet. Dhe a shpejt ju ecin vitet, nga njerë thomë që ka njerë ka 2 vite, ju ka 3 atë jasë kape. E vërtet, po ikin shumë shpejt, sidomos në këtë dinamikën e jetës së viteve të fundit. Pra, drejtori, po thotë që i keni pasur të gjitha mundësit, pra ka universitete që ofrojnë gjithë planin e tyre. A keni qenë ju vetë të kënaqura me çka ofrohet sot Brezit juaj, sepse besoj të gjithë dëgjojmë histori, ka një dalim edhe dalim për të mirë, pra një progres në aspektin se çka ofrojnë universitetet sot. A i keni gjetë gjitha ato që a i kërkonit ju? Unë për vete po. Unë për vete e kom gjetë ato që kërkoja deri tani. Jam shumë e kënaqur domethënë me këto rezultate. Nuk e di, domethënë çdo gjë që ofron gjimnazi për nxënësit është çdo herë për të mirë, çdo herë funksionon, domethënë, çdo herë që nxënësit janë shumë të kënaqur me njëri tjetrin, e gjejnë veten në fakultetet që shkojnë, janë shumë të suksesshëm, dhe kështu me radhë. Zana? Po ashtu shumë universitete nga Prishtina janë ardhur me na vizitu gjimnaz, edhe kjo ka ndihmuar shumë sepse kur prezantohet të nxënësit, domethënë informatat, gjithçka lidhur me drejtime rreth atij fakultetit ndihmon shumë. Edhe me ato kom pa që disa nxënës e kanë vendosur se aty do të janë orientuar, domethënë bazë aty në takimeve që i kemi pas në gjimnaz, janë orientuar domethënë atë fakultet që A ka diçka me që po e përmbyllni ciklin tuaj si gjimnaziste? A ka diçka që do doni të përmirësohej për gjeneratën që vjen, që mendoni se do duhej të bëj më praktike? Edhe pse plot gjimnaze, konsideroj edhe Bedri Pejani e ka shumë të rëndësishme paralelizmin e teorisë me praktikën, në lëndët që e kërkojnë atë. Me gjithë të ashemi edhe një shkollë 3, që të të ndërtu dhe nga viti ashëm, unë mendoj që kjo është brezi i fundit që ka norë me 2 turne në shkollë. Nga viti ashëm do të jemi në sistemin tërditor dhe mendoj që do të një hapësirë shumë e madhe, do të kena mundësi edhe aspektin praktik dhe teorik ta përfundojmë mbrana dite. Do të ketë hapësira të mjaftueshëm për ta, qoftë në aspektin teorik, qoftë në aspektin praktik, qoftë në aspektin e nxënësve, do të jetë mjaftueshëm pothuajse gati tërë ditën aty në shkollë.
Unë nuk e kam asnjë ankesë për gjimnazin, domethënë për mua është perfekt. Mirë po vetëm një këshill e kam për nxënësat e ardhshëm, domethënë që vinë, që asnjëherë të mos dorëzohen, domethënë, të vazhdojnë studimet e tyre, të vazhdojnë domethënë të ndjekin ëndrat e tyre për të ardhmen, se kështu domethënë ata e vazhdojnë dhe e krijojnë karrierën e tyre, domethënë në bazë të shkollës së mesme, sepse gjimnazi ose përndryshe shkolla e mesme nuk është vetëm një vend që të jep mësime nga libri, ajo çdo herë ta ndërton karrierën nga baza. Edhe për këtë arsye, domethënë nxënësat duhet që çdo herë mos të dorëzohen. Edhe të jep shumë mësime për jetën. Po, shumë mësime Po, për jetën. sidomos shprehin për punën, çka e ka domethënë gjimnazi të veçantë, edhe mendoj që nxënësit për momente që vinë duhet pak të orientohen ose të fokusohen në ato lanë që mendojnë se kanë talent ose që janë më të mirë, e kuptojnë më qartë, por gjithsesi mos i lënë anash edhe të tjerat. Tjetër. Po që ta gjenë vetën, të mos e humbi kohën se gjimnazi është këtu ndoshta është në mes shkollës fillore, shkollës, domethënë fakultetit, është aty ku ti vendos çfarë do të bësh me jetën. Prandaj është tepër e rëndësishme dhe duhet me shfrytzu këtë kohë. Janë këto emocionet që i përmendën edhe vajzat në fillim, po me që ju e keni përjetu si eksperiencë, pastaj edhe prej drejtorit do doja të ata të cilët kanë përfunduar ose janë në përfundim të shkollës fillore, ata janë në një zgjedhje tjetër të gjimnazit në të rast. Pse duhet ata, çka i pret në gjimnazin Bedri Pejani? Pse do kishit sugjeru që ata të... Unë për veti kisha sugjeru nxënësave që nuk e din ende veten se ku do të vazhdojnë në të ardhmen për fakultet që të vinë në gjimnaz, sepse gjimnazi është ajo e cila të, siç e thash edhe më parë, që të mëson në të gjitha drejtimet, në gjitha lëndet e je domethënë i përgatitur për të ardhmen. Edhe kur të vije fundi domethënë viti i tretë, maturantat, atëherë këta nga të gjitha njohuritë që i kanë për 3 vite, këta në fund janë të gatshëm që të zgjedhin njërin prej tyre dhe të vazhdojnë në fakultet. Për këtë, domethënë, e sugjeroj gjimnazin që të vi. Po ashtu edhe profesorat të gjithë janë shumë të mirë, shumë të mirë, po ashtu edhe domethënë roli i tyre që e kanë në shkollë, edhe angazhimi i tyre për neve që është, çdo herë janë shumë bashkëpunues edhe për këtë jam shumë e kënaqur. Fitar, sigurisht, kur dëgjon këto fjalë nga nxënësit, është një krenari, gjithë puna është përblyer, sepse është diçka zinxhirore në shkollë. Nxënësi është matësi më i mirë. E vërtet. Kur kush nuk matësa një nxënës, sepse përveç njohurive që nxojnë aty, këta matin perspektiven e vetë, matin punën që ke bërë me ta. Gjimnazin fakt përgatit kuadra për shkuar drejt fakulteteve. Ndoshta unë si drejtor shkolle po më dëshirë që ka pak t'i kushtohet më rëndësi, sepse për i ma shembull këtu 2 vajza që nxënëse të mira dhe asnjëna prej tyre nuk tenton me shku në fakultetin e edukimit për të përgatitur kuadra të hashme dhe shumë nga lëndë po na mbesin deficitare se nuk po na shkojnë nxënëse të mirë në fakultetin e edukimit, as në lëndën e matematikës, as në lëndën e fizikës. Dhe shosin ja këmbon të alarmit për sistemin e shkollimit të përgjithshëm. Se mendon që kanë çalojnë këto... Sepse nuk po shkojnë në sistemin e arsimit ma shumë nga aspekti material. Tani ma dhe këto nuk po dojnë me mbet me sistemin e arsimit të vorfuna. Nuk po dojnë. Dojnë me shku diku kër ka një perspektiv shumë atë madhe një rëzën këtë tjetër. Mbet e përgjithësia e shtetit për të marrë shumë me këtë çështje, për të determinuar aty ku ka vendin sistemi e arsimit. Ne nuk guxojmë, jemi vunu mjaft në këtë drejtim. Prandaj kisha apelu që të pakti me pasë disa prej lëndëve nuk po kanë mësimdhënës që kem nevojë për ta, sidomos në lëndën e matematikës dhe fizikës, nuk kemi kuadra që ka mundësi mi marrë sot një profesoresh ka shkuq në Leoni dhe nuk ka kush e zaventësan. Kjo është fatkeqësi e madhe për cilën një sistem kaq i madh i shkollimit që e pret nesër në ardhmja një mësimdhënës mungon një mësimdhënës që duhet marrë dhe me dhënë mësim. Dhe këtu ishtë dashur më marrë një çështje shumë e madhe, ma diskutabile, ma problematike dhe me pa urgjentisht mu taku dhe me pa se çfarë duhet ndodhur me këtë çështje, sepse shkollat nuk mund mbyllen në këtë gjendje. Dhe vetë jemi duke i rrudhur sepse nxënësit mi po shkojnë nga perspektiva e vet. Dhe kjo perspektivë po shihet që ka marrë disa drejtime. Ka marrë mjekësinë, ka marrë shkencët kompjuterike, ka marrë drejtimet e stomatologjisë, shkencët e inxhinierisë, dhe fakultetin e edukimit e kanë lënë anash, ka mbet mrapa. Mendoj që ishte dashur mu investu shumë këtë drejtim për t'i nxjerrë kuadrat. Nëse nuk punojmë në këtë drejtim, duhet ta dimë që jemi të vënshëm. Dhe ne nuk mund të vënohemi më, sepse koha nuk pret.
E thatë shumë mirë, le të shërbej si një këmbane fundit për gjithë mekanizmat që rregullojnë sistemin arsimor. Po si dihet, Zana mund t'jetë në një matematiciente ose profesoreshë matematikës në të ardhmen, nuk I dihet, Ne kemi edhe një problem, komunja ka nda diku 5-16 bursa vitin e kalum që I ka subvencionu në drejtimin e matematikës, që dytresht edhe ata shumë për tyre nuk në këthyjt sistemin e arsimit, që I rdeshme që një klauzule vendosën aty, bilet pak të në disa vite mi shërby. Jo ka pagu shkollimin e plot dhe nuk ka në arë me dhonë mësim, që ka qenë një tur për ta, është dash më ardhët pak të me dhonë një kontribut për punë që është pagu për ta në fakt, në shkollu për këtë drejtim, dhe aty nuk ka në arë, sepse shkolla sistemi arsimit ka një limit të pagave, ata po shkojnë në drejtimi kurse me të vërtetë në zanë të mirë, në zanë të meqëm dhe kanë rezultatet e pranueshme, ku çdo konkurs e thejnë dhe I marrin rezultatet e parë në konkurs dhe kanë shku dika tjetër. Unë mendoj që ky sistem ka nevojë për të korrigjuar, dhe duhet më korrigjuar. Të marrë një mesazh të fundit për Elinën e Zanën si përfaqësues të maturantëve, por edhe për gjithë maturantët e Kosovës që I pret një ardhme ndritur, uroj shumë. Unë mendoj kështu si arsimi është mision. Dhe të gjitha profesionet tjera janë profesionale, arsimi është mision. Dhe mendoj që edhe këto shpresoj të shkojnë në një mision ku kanë më arë për dhënë një kontribut. Shteti është mision I pambaruar, për cilën kemi një obligim të detyrim ligjor dhe moral dhe kombëtar për të vazhduar proceset edukative arsimore. Nuk shoh që mund ngritet diçka pa shkollë. Shkolla I ngrit të gjitha. Në shkollë ka lind shteti dhe në shkollë mbrohet shteti. Prandaj kemi nevojë për kuadra që kthehen dhe punojnë në shkollë. Lina, edhe Zana, një fjali përmbyllse për të gjithë bashkëmoshatarët tuaj, apo edhe ata që po na ndjekin që mund të jenë në dilema edhe se kanë fort mendjen e kthjellët si ju të dyja për vazhdimin e universitetit? Për ata që ende nuk e kanë gjetur, domethënë, drejtimin e fakultetit, do t'ju them që të mos brengosen, se edhe ata do t'a gjejnë, domethënë, drejtimin e duhur. Nuk është shqetësuese, vetëm një gjë, domethënë, kryesor që të mos dorëzohen asnjëherë. Çdo herë vetëm të punojnë me veten, të vazhdojnë, domethënë, në fakultetin e tyre deri në fund, të jenë zënës të shkëlqyer, të fitojnë bursa dhe kështu. Faleminderit, Zana. Unë mendoj se kur nxënësit mbyllen pra në mendimet veta dhe nuk janë të pasigurt, është mirë me marrë pak këshilla prej më të rriturve, edhe prej prindve, po edhe prej profesorave. Nuk e ide sa edhe vetë mu kanë ndikuar shumë fjalë të profesorave, se ata kanë përvojë, jo vetëm në landën e tyre, por edhe si mësimdhënës, pra se shkolla është pra institucion edukativ arsimor. Edhe, pra kjo është pra ajo që unë mendoj se mundet me pas si zgjedhje ata nxënësit që ende nuk janë shumë të sigurt. Unë uroj shumë suksesa juve në testin e arritshmërisë, uroj të mos jeni se fatkeqësisht ka plot raste I dim që nxënës të shkëlqyer atë ditë duhet edhe pak fatër, kështu që ju uroj edhe shumë fat atë ditë, po edhe shijojeni këto ditët e mbetura. Faleminderit shumë, ke shumë kënaqësi që të flasim sot për gjimnazion Pejoni, edhe sidomos duke përfshirë aktivitetin e gjimnaziadës që e bëri shumë të kompletuar të takim. Kënaqësi, faleminderit. Është koha që edhe ne të përfundojmë takimin, jo vetëm për sot, po edhe për këtë javë.